Sali Berisha pse po vjen, pse më le vetëm si legend. Atë kujtohet hera parë, kur të thirrën në dashuri. Askush nuk e refuzon dot apartamentin më të dashur të shqiptarëve, ku siç thon autorët, e qeshura është kult. Ndaj pas shumë javësh që aktorët e 2XL-s kënduan këngën himn të programit, kryeministri Berisha heq kostumin qeveritar për t'u shkrirë me aktorët dhe publiku në sallë. Berisha ka mbritur sportiv këtë të premte në ambientet e Crystal Center, vendin ku realizohet spektakli i humorit, e sigurisht një javë para zgjedhjeve nuk e ka lënë pa shfrytzuar shansin për pak fushat. Ngrimë, the best. Më bëj një gënë që mos më shtu shkritë që lëftyrës. Shumë mirë. Në ka dimë si që në? Unë mbaj premtimet. Edhe në fushat, unë mbaj premtimet. Kishit thënë që nuk do dilnit në komunikim me publiku, do ta kishim nëpërmjet rrjeteve sociale, megjithatë e thyet, erdhët në një show televiziv. Me kënaqësi të madhe erdha dhe era me shpresë se do ndodh diçka më vonë me këtë rrjet. Do t'ja u them se çfarë. E kur flitet për preferenca mes aktorëve të 2XL-s, Berisha nuk bën diferencime. Shumë, të gjithë ekipin. Kreu i qeverisë ndau me aktorët dhe publikun batuta, por edhe histori nga ato që thuhen për herë të parë duke surprizuar publikun në sallë dhe duke krijuar kuriozitet për të gjithë audiencën e apartamentit special të së dielës mbrëma në orën 20:45.